Çfarë është Netflix Festival? Netflix Film Festival është edicioni i parë që Netflix që në gjenezën e tij dhe në këtë rast dua të marr momentin për të falendëruar shumë Top Albania Radion. Pasi përgjatë vitit 2020 dhe 2021, gjatë 2 viteve kur Netflix është zhvilluar, ka qenë partner të jashtëzakonshëm dhe gjithmonë kanë patur dhe kanë gjetur hapësirën për ta promovuar. Netflix është një event i cili është zhvilluar për rreth 2 vite. Ku ne kemi shfaqur filma të Shqipërisë dhe të Kosovës, kemi promovuar filma të Shqipërisë Kosovës në një hapësirë independente të pavarur dhe pak jo konvencionale në The Steel Creative Hub. Fokusi i Netflixit është në radhë të parë promovimi i regjisorëve të rinj të Shqipërisë dhe Kosovës, i talentit ton vendor, le të themi. Dhe fokusi i dytë që është i prodhimit vendas dhe jo importave. Dhe fokusi i dytë që është pa aq i rëndësishëm është zhvillimi i mendimit kritik ndaj mënyrës se si ne i lexojmë filmat. Kështu që gjithmonë pas shfaqjes filmave ne kemi patur mundësinë dhe fatin, le të themi, që të kemi një person nga stafi krijues i filmit, pra regjisor, producent, aktor, çdo që ka qenë në qytet dhe ka patur mundësinë që të jetë, ka ardhur për të bërë një bisedë me mua dhe një bisedë të hapur me audiencën. Dhe ka qenë gjë shumë e bukur për të parë se si njerëzit të cilët kanë ardhur që në gjenezën e Netflixit, ne kemi nisur me diçka tek 10 persona. Dhe mbaj mend kur kemi shfaqur Hive-in, që ishte shfaqja e parë publike për Hive-in, pasi ishte shfaqur në Tirana International Film Festival, na u desh të bënim 3 shfaqje paralele brenda të njëjtës hapësire nga numri i madh i njerëzve, kishte mbi 100 persona. Dhe të gjitha hapësirat ishin plot. Ka qenë një ndjesie e zakonshme. Dhe nga takimi i parë, në takimin e fundit, shihje se si personat pyetjet që i bënin regjisorëve ishin pak më ndryshe, nga pyetjet standarde si të lindi ideja dhe çfarë të frymëzoj, pyetjet ishin, po me këtë planin këtu çfarë ke dashur të thuash, pra çfarë ka qenë ideja jote pas gjithë kësaj. Tani do të bëj një pyetje standarde, por mendoj që është e rëndësishme sepse pse krijuat ju Netflix Film Festival? Pse mendoni që i duhej Shqipërisë në këto momente? Netflix në fakt e ka krijuar. Po un po them duke njohur Rominën dhe pasionin e saj për filmin, edhe mungesën në atë kohë të një hapësire ku shfaqeshin filma independent, filma kritik, filma artistik. Edhe duke ndjerë edhe vetë këtë mungesë si një dashje shumë e madhe e filmit, mendoj që fillimisht e nisi për veten dhe për shoqëninë, edhe pastaj thjesht njerëzit e ndjen dashurinë me cilën Romina punonte dhe e përqafuan si koncept dhe u rrit shumë. Domethënë, kjo ka qenë thjesht ka lindur nga nevoja e vet edhe për të kënaqur edhe rrethin e vet. Çfarë e bën Netflix Film Festival të veçantë nga eventet e tjera të kinematografisë në Shqipëri? Ose ngjarjeve të ngjashme që ndodhin këtu? Është festivali i parë që i dedikohet vetëm regjisorëve të Shqipërisë dhe të Kosovës, ose më saktë le të themi filmit shqip, filmi që flet shqip dhe është i realizuar nga artistë shqiptar. Shpesh herë festivalet dhe pjesë më të madhe gati çdo festival është ndërkombëtar dhe është në benefit dhe është në përfitim të festivalit të tillë dhe jam shumë pro dhe jam shumë e lumtur që ne kemi kaq shumë festivale të mira në vendin tonë. Por Netflixi është vetmi i cili vën në piedestal le të themi regjisorët e rinj. Ne jemi të vetmit që kemi në këto që quhen orare zyrtare, pra oraret pak më të rëndësishme, në fakt filmat shkurtë të regjisorëve të rinj. Kemi vetëm një çmim, që është çmimi i audiencës,